Gjesti acaron Olën deri në pikën e lodhve, tensioni mes tyre arrin kulmin. Në shtëpinë e Big Brother, atmosfera është gjithnjë e mbushur me tensione dhe përplasje mes banorëve. Por këtë herë Gjesti dhe Ola kanë qenë protagonistët e një skene të acaruar që ka përfunduar me lodh. Gjithçka nisi kur Gjesti, si gjithmonë me natyrën e tij provokuese, filloi të tallej me Olën gjatë një bisede në kuzhinë. Ai nuk e linte rehat, duke e ngacmuar vazhdimisht me komente ironike dhe duke bërë shaka në mënyrë të tepruar. Ola, ti je shumë e ndjeshme moj. Nuk e di si ja del këtu brenda, se me një fjalë të thënë me shaka ti bën sikur të shembet bota. Tha ai duke qeshur. Ola fillimisht u përpoq ta ignorante dhe të mos I jepte rëndësi, por Gjesti nuk ndaloi, madje filloi të imitoj mënyrën e saj të folurit dhe të reagimit, duke e bërë të ndihej edhe më keq. E shikoni si bëhet si fëmijë I llastuar? Ah, unë nuk e përballoj dot këtë dramë. Tha ai duke imituar zërin e saj, ndërsa banorët e tjerë qeshnin. Ky moment e bëri Olën të acarohej edhe më shumë. Ajo I ktheu një shikim të ftohtë dhe I tha, Gjesti, mjaft. Ti gjithmonë e bën këtë. Po më acaron me të vërtetë, nuk e di kur duhet të ndalesh. Por Gjesti nuk u ndal, madje vazhdoi duke buzëqeshur dhe duke e sfiduar më tej. Ola u nervozua. Po pse moj, të vërtetën po them. Ti je shumë emocionale, merr çdo gjë personale. Në këtë moment, Ola nuk mundi më të përmbante lotët. Ajo u largua me nerva nga situata, duke shkuar në dhomën e gjumit për t'u qetësuar. Banorët u ndanë në dy grupe, disa mendonin se Gjesti e kishte kaluar cakun, ndërsa të tjerët e shihnin si një shaka të zakonshme që Ola nuk e përballoi dot. A do të kërkoj falje Gjesti apo tensioni mes tyre do të rritet edhe më shumë? A do të ndikoj kjo përplasje në dinamikën e lojës? Drama vazhdon.